Papa Leoni XIV ka kritikuar hapur hendekun gjithnjë më të madh mes pagave të drejtuesve të korporatave si Elon Musk dhe punëtorëve të zakonshëm, duke e cilësuar këtë pabarazi ekonomike si një nga shkaqet kryesore të polarizimit që po trondit botën. Shefi Teslas dhe SpaceX nuk e la pa përgjigje këtë deklaratë udhëheqësit të parë të Kishës Katolike me origjinë amerikane. Në intervistën e tij të parë pas zgjedhjes në maj, Papa Leoni përmendi Musk si shembullin më të dukshëm të pasurisë që sipas tij minon vlerën e jetës njerëzore të familjes e të shoqërisë. Ai kujtoi se lajmet e fundit flisnin për mundësinë që Musk të bëhet trilioneri i parë në botë deri në vitin 2027, ndërsa pasuria e tij aktuale vlerësohet në rreth $367 miliardë. Duke u përgjigjur, Musk citoi një pasazh biblik mbi hipokrizinë dhe rikujtoi se pasuria e Kishës Katolike vlerësohet në rreth $2 trilion. Përmes rrjeteve sociale ai e vendosi Kishën përballë një krahasimi të drejtë për drejtë, duke e konsideruar akuzën e Papës të pabalancuar. Papa i lindur në Chicago dhe me eksperiencë shërbimi kishtar në Peru, para se të transferohej në Vatikan më 2023-shin, theksoi se Musk nuk është rasti i vetëm. Para 60 vitesh drejtuesit e kompanive fitonin 4 deri në 6 herë më shumë se një punëtor i zakonshëm. Sot sipas të dhënave të fundit, ata fitojnë mbi 600 herë më shumë, deklaroi ai. Në të njëjtën intervistë, kreu i Selisë së Shenjtë përsëriti thirrjet për t'i dhënë fund luftrave në Ukrainë dhe Gaza, duke shprehur keqardhje për paftësinë e OKB-s, për t'imponuar paqen dhe për të ndërmjetësuar efektivisht në konfliktet globale. Ai shtoi se Vatikani po përpiqet të promovojë dialogun dhe frymën e vllazërisë njerëzore. Kritika e tij për pabarazinë ekonomike erdhi vetëm një ditë pas një eventi të madh në sheshin e Shënpjetrit, ku Vatikani organizoi një takim mbi vllazërimin njerëzor. Ironikisht, spektakli i mbylljes përfshinte një shfaqje me dron të kompanisë Nova Sky Stories që i përket vëllait më të vogël të Elon Musk, Kimball.